Rrugtimi i grave që ndihmojnë njëra tjetrën, festë dhe solidaritet për të ardhmen, ishte eventi që u organizua në Durrës me rastin e 8 marsit nga shoqata Së Bashku Ne Mundemi në bashkëpunim me ambasadën kineze. Ky aktivitet bamirësie kishte për qëllim shpërndarjen e 150 pakove ushqimore për gratë me aftësi ndryshe, si një mundësi për t'i mbështetur dhe forcuar ato në këtë ditë të veçantë. Në këtë ditë të feste ju urojmë gëzuar të gjithë grave, nënave dhe vajzave shqiptare dhe në mbar botën. Unë si drejtuese e organizatës shpreh mirënjohjen dhe falënderimin për ambasadën kineze, e cila është për të 4-tin vit radhazi po ofron ndihmë në shoqatën tonë dhe për 8 marsin specifikisht për këtë datë është e pranishme vazhdimisht ambasadorja kineze me dhurimin e tyre që ne e çmojmë shumë. Është një dhurim goxha për të vlerësuar dhe për të ndërgjegjësuar sadopak shoqërinë shqiptare. Ambasadorja kineze shprehu kënaqësinë që ndodhet në Durrës, duke dëshmuar miqësinë tradicionale shumë të mirë midis Kinës dhe Shqipërisë. Ambasada kineze është e gatshme të bashkëpunojë me palën shqiptare për të vazhduar këtij lloji bashkëpunimi. Edhe unë besoj miqësia midis dy vendeve tona do të trashëgohet. Aktiviteti që mblodhi së bashku gratë të jashtëzakonshme të qarkut të Durrësit, politikane e drejtuese lokale, është një mundësi për të festuar forcat dhe arritjet e grave që pavarësisht sfidave vazhdojnë të mbështesin njëra tjetrën, duke e bërë shoqërinë më të fortë dhe më të suksesshme.